Qeveria shqiptare ka pranuar, kjo është evidente. Ilda, se po ndërhyje një moment, po më thonë në heshtje. Po, në heshtje, qartë. Të sëroj disa gjëra, nuk ka pranim në heshtje. Kjo marrëveshje që është nënshkruar, kjo është në zbatim. Sepse çdo marrëveshje, Sonila, ka një kosto financiare nga pas. Veçanërisht marrëveshje të tilla, kjo është bërë madje ka qenë fokusi kryesor i debatit edhe në Itali, ku Meloni është akuzuar se po shpërdoron miliona euro për mos pasur asnjë produkt. Kështu që nuk ka amendim marrëveshje nga një palë, nuk ekziston, nuk ka as koncept shqiptare ka qenë aty, marrëveshja ose marrëveshja aktuale amendohet dhe shtohen pika të tjera, ose nënshkruhet një tjetër nga e para. Ne nuk dim çfarë është njëra apo tjetra. Nuk ka një marrëveshje tre, se do ta kishim marrë vesh, do ta kishim marrë vesh të paktën nga pala italiane, siç e morën vesh dhe herën e parë. E dyta, duhet miratuar në Parlamentin shqiptar, siç u kaluar për diskutim dhe miratim dhe herën që shkoi. Dhe tjetra, ajo që është më e rëndësishme, këmbgul që kosto financiare për zbatimin e këtyre marrëveshjeve është shumë e lartë. Dhe tashmë, në qoftë se deri përpara pak kohësh kishim një marrëveshje që parashikonte kosto financiare të përcaktuar për 2 muaj, 3 muaj, pra që ti i merr i trajton azilantët me shpejtësi dhe pastaj merr një vendim ndoshta për t'i dëbuar, tani kemi një marrëveshje që është pa afat, sepse koha e ndenjes në qendrat e pritjes nuk mund të ketë një afat real, përsa kohë Shqipëria për shembull nuk ka asnjë marrëveshje me vendet e origjinës së këtyre emigrantëve. Që të tentoj t'i kthej. Pra nuk ka mundësi juridike që t'i kthej këto emigrantë, duhen para, sepse si do t'i çosh emigrantët ti. Edhe sikur të kesh marrëveshje, duhet që njëra nga palët të mbulosh shpenzimet të udhëtimit për këta emigrantë. Edhe kjo duhet parashikuar në marrëveshje, pra ka shumë element të këtij procesi që duhet të kostohen dhe të jetë shumë e qartë se cila palë mbulon çfarë. Në qoftë se Edi Rama ka marrë përsipër de facto, pra jo de jure, po de facto, që të paguaj nga taksat tona para për të mbajtur emigrantët këtu, sepse duan parata, çdo ditë ka një kuotë ditore që shpenzohet për çdo emigrant, për qëndrimin e tyre, për ushqimin, fjetjen, për pastrimin, për sigurinë e tjerë. Atë nga qeveria italiane. Qeveria italiane ka parashikuar kostot alba për ata që trajtohen në procedurën e azilit, jo për ata që qëndrojnë. Pra që ju është refuzuar azili.